ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Muhammed erdhe shpëtim për ne. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa man istanna bi sunnatihim ila yawmiddin wa ba'd. Allahu në falenderojmë për ti falet dhe ndihmë kërkojmë kon Allahu subhanahu wa ta'ala u zon rrugën e drejtë, nuk ka kush e humb, ndërsa të sin e lënë të humbur nuk ka kush që udhëzon rrugën e drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammed alayhi salatu wassalam, familjes së pastërt, shokëve të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Mlani në radhë të parë ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që në këto minuta të cilat do t'i kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqeshme, të begatshme, dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Do të vazhdojmë inshallah taala me jetëshkrimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kem arrit tek një pikë që është thirrja në Islam jashtë Mekës. E dini kur kem fol ndersën e kalum një jetëshkrimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kem përmend vitin e pikëllimit që i vdeq migja i tij, pastaj i vdeq gruaja e tij, edhe që ata u shqujt viti i pikëllimit. Edhe filloi Mekja më u ngushtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe sheka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që në Mekë nuk po mundet lirshëm me bë davetin, me i thirr njerëz në Islam. E pa që banorët e Mekës fillun do të thotë me ashpërsu, do të thotë inatin edhe armiqsin e tyne, edhe më shumë pas vdekjes të migjes tij. Atër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u detyru me dal në vitin e 10 pejgambersisë me Zeid ibn Harith, me dal jashtë Mekës. Edhe udhëtimi i tij i parë ishte tek banorët e Taifit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur shkoj tek banorët e Taifit, vendosi që mos me udhëtu do të thotë me mjetet e udhëtimit asaj kohës që ishin devet, se e kuptojshin çka Kurajsh se po del prej Mekës. Atëherë vendosi me shku në kom deri në Taif, që Taifi do të thotë i ka 96 kilometra prej Taifit në Mekë, jo 96 kilometra në kom. Si me shku prej Pejës edhe ma lërë se në Prishtinë, se nuk i ka 90 kilometra, ma shumë. Ma lërë se në Prishtinë. Gati po thuj se sa me shku deri në Ferizaj. Që aty parafarsisht i ka 90 kilometra deri në Ferizaj. Deri në Ferizaj, si me thonë me shku pej Ferizaj në kom. O shku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej Mekës në Taif për mi thirr banorët e Taifit edhe me kërku prej tyne që ata me ndihmu pejgamberin alayhi salatu wassalam edhe me pranu thirrjen e tij. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dol me Zeid ibn Harith edhe shkon tek banorët e Taifit. Atje ishin prej kokave të fisit Thaqif. Ish Abdu Jalil, Mes'udi dhe Habibi. Shkoj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja u paraqiti atyre Islamin, i thirrin Islam, ata leqë se pranun Islamin, po shiqo reagimet e tyre që i bënën. Njoni i tha, a nuk pat tha pejgamber tjetër, Zoti me zgjedh, veç ty të ka zgjedh pejgambera? Tjetëri i tha, vallahi tha, me të pa ty i virëm t'u kapër perdet e qabes, mu kapën to, edhe me thonë se unë jam pejgamber i Zotit, unë s'të besaj. Tjetëri tha, mu konë ti pejgamber, zvjen me na fol neve. Kër e pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë reagim,
këtë mos mirëpritje tëne, atëre, tha pejgamberi s.a.s. atëre am lejoni, tha, dal prej këtuhit, edhe kom një kërkesë që mos me shku lajmi të Kurejsht që unë jam kom të ju edhe ju kom thirë në Islam edhe kom kërku mbrojtjen të kjo. Ja, tha, kjo puna e parë që kem me bojë thyrën atë që i bartë të lajme, tha, nisu me njerë shko të banorët e Mekës, të kokat e banorëve të Mekës, të udhëheqësit e tyre, ka lëzoj se Muhamedi ka ardhë me Zeid ibn Harith dhe po kërkon kështu. Shka ke veç ty u eshtërsu ma shumë e ma shumë. Atëre, tha, po dalë për këtu, tha, jo, tha, ka dole. I mbledhen krejt fëmijët e Taifit, edhe mendje hletit e Taifit, i bon 2 reshta, 2 sofa, në mes tyre hecke pejgamberi s.a.s. me Zeid ibn Thabit, edhe ata e gjujshin me gura dhe nënshmeshin pejgamberi s.a.s. Zeid ibn Harith, se thash Zeid ibn Thabit, Zeid ibn Harith, thot, u mundojsha me embrojt pejgamberin a.s. që mos me godit gurt, po deri sa u përgjak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe atëra pejgamberi alayhi salatu wassalam dol pe atyhit i përgjakum, u afru tek kopshti i Udbes edhe Shejbo ibn Rabi'a, 2 armisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta ishin të përbetu. E kishin një kopsht në periferit Mekës, që ishte një vërnjesht për vërnjeshtjave të rushit, edhe pejgamberi s.a.s. i përgjakum u ull aty. U ull aty pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe ata peshohin. Peshohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me Zeid ibn Harith i përgjakum, edhe pse kishin armik pejgamberi s.a.s. nisën me pas dhimshmëri, jo dhimke. Pejgamberi alayhi salatu wassalam. Edhe ndihë në atë moment pejgamberi s.a.s. i ulum, thot Zeid ibn Harith, nisi pejgamberi a.s. me bo duan e ti të njohur, që njihet duaja që e ka bo kur ka dal prej banorëve të Taifit, pasi është gjujt, është përgjak trupi i ti, ka thonë Allahumme ilejke eshku da'fe quwati wa qillete hileti wa hawani ala nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin. Duaja e njohur që e ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, o Zoti im, të lutem ty. Dije pas Zotit çfarë lutje bëvan. O Zoti im, të lutem ti më japësh fuqi dhe të më nxjerrësh nga kjo situatë. Ka kjo situatë të jetë e rënd me të cilën unë gjindem. Të lutem të më mbrosh nga poshtrimi i njerëzve. S'ka ma zërë t'i dashur jam me të marë, me të poshtru dikosh, një njeri me të poshtru të vjen rand. Po para me ndo mu mbledh këtë fëmija e krejt mendje heletit e qytetit, e tjerë të të këshyr, e tjerë të hinë mes tëne e të gjujt poshtrimi ma. Tha, të lutem të më mbrosh prej poshtrimit njerëzve, o më i mëshirueshmi. Ti e mbrojtësi, ti e mbrojtësi i të dovdve. Ti e mbrojtësi im, të lutem të mos me lesh në mëshiren e të hujve. Mos me lesh në mëshiren e të hujve, të cilët thot më priten më armitsi. E priten më armitsi banorët e Taifit, po. O Zotim, mos më lesh dorë të tëre, o kryusim, nëse ti nuk je i dhurum në mu, atëherë nuk mërzitem për gjitha këto vujtje. Më rëndësi demek, ti më koni knaqëm mu, mos më koni idhnum. Këto që ka po vinë, këto sprova, këto goditje, unë i logaritja asgjë, më rëndësi o ti mos me qenë i hidhurum në mu. Thot, kujdesi ytë ndaj meje, është treti madhë. Qërë të vëkullin, besimin e madhë në Allah, jo me dhëllë, tash, këto njeri më konë pa imon, më konë, ku betë zoti këto? Po torturohet, po përzohet, ama nuk jo në gjithë sendet që shdoken, ka dalë në sprovat. Nuk do me thonë që ti sprovohesh, e torturohesh të kalon zoti. Mos mendo, sot për shembull dhe e ki pa njerëz që shë nxirin pyetje, e ki pa qafirat, edhe mundon me këto pyetjet e tyne me shtit dyshimet e musliman. Thot, a bre, a pëshë shko ka bëhet atje në Gaza,
Sa fëmija po vrahet, sa muslimoni po vrahet. A dyshim që kjo është? Është dyshim. Na qërë të të mi përgjithë të ne? Po ja Allahu e ka sprovu dashurin e ti matë madhë. Rasulullah na përshahu për gjokë trupi ti. O re! As ka mujtë Allahu, jo që ndika, ka dole, mësungot. Te pejgamberi s.a.s. Allahu ka ndërhyme një herë. Edhe të banorët e gasës ndërhyme, mësë tëtë. Ajo veç është sprov për ummetin islam. Se vallahi l'adhim ata kanë mu ndihmu edhe ata kanë me fitu. Pasha Allahun. Betonan Allah subhanahu wa ta'ala se fitori është e tëne. Ke sonte, ke nesër, mbasnit, ata fitusion. Kur idën, ne Allah edin. Kur plëtsojnë kushtet e fitores, ata kanë me fitu. Wallahi billahi kanë me fitu. Tallahi kanë me fitu. Pejgamberi s.a.s. tha, o krysim, nëse ti nuk je hidhruar mu, atëherë nuk mërzitëm për gjitha këto vuajtje. Kujdesit ndaj meje është tet i madh, i mbështetem dritës tyre state, me të cilën ke shpërndar errësirën, e ke mujt errësirën, dhe me hendimen e të cilës mbi këqyr çdo gjë në këtë botë është nën kontrollin tënd, dhe lutem prej që më mbrosh pi hidhërimit tënd, me pajis me mëshirën tënde, derisa ta arikin asin tënde, as kush nuk ka fuqi, forcë për pas teje. La ilaha illallah. A pat diçka pash Allahun, që to lutjen e ti, a pat diçka të thonë, o Zot mallkoj ata, o Zot vroj ata, o Zot shkatroj ata. Kret lutje që kishin, këtë me ta, këtë për veti. Atër Allahu te bareke ve taala në këtë gjendje Allahu ja dërgoi Gjibrailin alayhis salam. I Gjibraili alayhis salam i tha, ja Muhammed, ma'i me mu tha janë melekt e këtu në dy kodrave. In shi'te, nëse dëshiron ti, kena me i bo kreqka? Papish. Veç thuj, veç urdhëra, kërejt, gra, fmi, kërejt me mbyt. Tha ja, tha du që pej kurizit tëne me dal, bardës të fjales la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sikur pejgamberi alayhis salam dashurit e mi, kish me kërku prej Allahut me i mbyt ata, kish me dal dikush mbas edhe ajeti që ka zbrit, o me arsalnaka illa rahmeten lil alamin, kish me thonë, ku e ka vendi këtë, ku po mbet rahmeti këti njerit. Për atë Allahu e dërgoj Muhammedin alayhi salatu wassalam për me na kallzu neve qysh duhet me jetu si musliman. Unë e kom thonë disa herë, wallahi billahi problemi musliman është që nuk e njohin jetën e ti. Këtë problemet tona sillen që nuk e njohim jetën e ti. Na nuk dim me vepru që shaj ka vepru. Derisa nuk mësohemi, derisa ne nuk mësohemi me vepru që ka vepru ai, vallahi kur nuk kemi me triumfu në dunja. Atëherë, pejgamberi s.a.s. të kënë këtë gjendje, Utba dhe Rabi'a e panë edhe i dhim ke pejgamberi alayhis salam. E kishin një shërptor afër që e ka pas emrin Addas. Ky Addasi nuk ishte do të thotë prej Mekasve, ishte i huj arab, po jo prej Mekelive. I ardhëm prej Irakut soqet, prej qytetit që quhet Nineves. Me shkru Ninevas, me shkru në Google, del, është qyteti sot e kësaj dite, ekziston, Nineva, në gjuhën arabe i thojnë, është qytet historik. Ku aty u konë ka jetu një pejgamber për pejgamberve që e ka pas emrin Yunus alayhis salam. Edhe Utba edhe Rabi'a, edhe Utba dhe Rabi'a i than Addasit, merë tha shka disa kokra rush pejgamberit alayhis salam. Edhe shka Addasi u afru pjep rush pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e mor prej tij, ka në rivajt ka thonë bismillah apo ka thonë bismillahirrahmanirrahim. Kur atë dasi ndëgjej këto fjalë, tha që to fjalë si njohin banorët e Mekës, se atë dasi kish informata rreth pejgamberëve, rreth Yunusit alayhis salam. Tha këto fjalë banorët e Mekës, kush t'i ka mësu ty? Tha unë jam, tha pejgamberi Allahut, më ka orë shpallja. E ti kush je, tha? Tha unë jam atë dasi. Prej kajt je, tha ti? Tha unë jam prej Irakut. O, tha ti koke, tha prej qytetit vllaut tem, tha Yunusit alayhis salam. Kur i tha kështu, atë dasi të jakkan o bin se kjo Rasulullah, atëherë ranë dy goj edhe ja puthi kom të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dur, tha ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka Rasulullah. E tha shahadetin. Dëshmoj, deklaroj, tha se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut dhe se ti o Muhammed je i dërguari i tij. Utbe edhe Rabi'a atje e këshirshin. Shejbja do të thotë edhe Utbe ibn Rabi'a, do thotë Utbe dhe Shejb ibn Rabi'a e këshirshin. Thënë çka ka bën që ky argati jon. Allahu subhanahu wa taala dashurit e mi, sikur do kemi thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti shkove te banorët e Taifit, ata të refuzuan për xhakën kret, që na po ta pryb një djalë të ri, djalë i ri, i cili ka me pranu Islamin edhe ai ka me qenë bartës i Islamit. Dini dashurit e mi hec me djemë të ri. Me djemë të ri hec. Kjo nuk është që i në nëqman vjetët, jo, e kanë vjetët e kanë vendin e vetë. Po, da veti bot me të ri o dashurit e mi, me djemë të ri. Para të fëmijëve mësojnë në Islamin, edukojnë fëmijët në frymën islame, nëse doni me marrë shpërblim të Allahu subhanahu wa taala. Se fëmijët tonë duhet me qenë thirrsa në rrugën e Allahut subhanahu wa taala me veprat e tyre mas sporti. Edukojnë Islam që kur e shet dikush me thonë valla mashallah i koft. Sa mirë porin, sa i edukum, sa i sjellshëm. Tani edhe për si tjetra, pa ma ne halal. Kush e din që e ka fëmin, merë djalin nëse ki fëmi, i ka 8 vjet, 9 vjet, 10 vjet, merë bënders me veti, o Haxhi Bab, merë 40 minuta me veti, mësoje. Omer radiallahu anhu, e dini rastin e Abdullah ibn Omerit, kur ka pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për pemën e hurmës. Thot Abdullah ibn Omeri e kom dit, ama këtë tregon se Omeri e ka marrë vladin me vetin me zisët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Na duhet me i marrë vlad të dashurit e mi, merë djalin me veti, edhe grun besa. Se sa për neve, ja Allah, o që nuk po falë. Qysh po falë, është falë e mjardha. Qysh? Me lexuste të zanë, ders nuk ndigan, ti ban vakisja për si edhe në heq mirë, si dhe shkeq me ta, ku bu kapa jo? Ka me kap Islamin, qysh? Për atë, të kemi kujdes. Atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthy në Mekë. Kur erdhë Mekë, nisën mu tall banorët e Mekës, si kishar lajmi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi rrugtimin e tij. Ata vazhduan me ofendu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë vjen një moment për momenteve tjera, kur vijnë 6 delegum takot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thirrën në Islam. 6 delegum prej djemve të rit pej Ethribit, pej Medines, që kanë qenë Asad ibn Zarara, Auf ibn al-Harith, Rafi ibn Malik, Qutbet ibn Amir, Ughbe ibn Amir, edhe Jabir ibn Abdillah. Qëta ishin 6 djem të ri, që krejt pej tëne ishin dhe vëthon njerëz me ndikim, edhe pranun Islamin. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa që Jethribi Medinja po dën me kon vend i tij, vend ku mundet Islamin me shpërda ma mirë, me thirrën Islam ma mirë, ma lirshëm. Edhe këtu delën pa dashurit e mi një porosi e madhe për gjithë ne, që ka njëherë ne e harojmë lirin. O i dashur jam, pa lirin nuk mund është tja Zotin me adhuru.
edhe du të me erujt si sytë e ballit. Ja përshe pejgamberi s.a.s. që praktikisht u du të me dalë për vendit atë me shku në Mekë, në Medinë, kur shku pejgamberi s.a.s. me ka praktiku islamin edhe ka njës do të tëtë me ndërtu shtetin e vetë. Në Mekë s'ka mujt, i ka mungu liria, so përsekutu, jo përsekutu shokët e ti, jo në turturu shokët e ti. Dhe më thonë liria u shumë e madhe, edhe du të me rujt edhe çdo kush që mundohet me na cenu lirin ton, me na rënu lirin ton, na du të më bo një dorë dhe me ndalë. Fetare, jo fetare, ketë kush do kofta ja votan, kush do kofta ja votan. Dënë me jandal, dënë me na shkatru që të lirit ton, dënë me na prish që të shtetin ton, dënë me bashkë punu, me njerës të këqi, i madhe i vogël du të më qu bashkë më bo. Pasha Allahun po. Po du me i thonë 2-3 fjallë, basi u ndërlidha këto, me ngjarjet e fundit që atu ndodhë. Jena dëshmitar gjithë, jena të rëndit. Unë e këmë thonë ditën e gjymo, mund këtë gjami, apet peri për sëris. Unë e dyshoj një monin ati njeri, ati të shpionit. Nuk mundet me më konë muslimoni shpion, s'mundet. Edhe me konë me shkije. Ma ata që 78 ditë na e kanë dalë e zanin në pejqëtu, 78 ditë son di e zanin në pejqët. Shkijet e kanë bo. Po thuj se 80% gjamive të qytetit 5 i kanë kollë shkijet. A që ashtu asë është? E ta është dikush mu qu me bashkëpunu me ta, vallahi unë nuk besaj një manin e ti. Ka me i dalë uje. U e tha me mjekër, po i mjekër e dengu me pas bre. Qa ko gajle, nuk ruhet edhe kryt kjo punë. Jo falë, po qa dim na, unë e këmë dhonë gjymua pet për thëmë, na të dera atje, nuk kena detektor që kush hin me dhonë që kjo i sinqer, që kjo rend. Nas mund e mja undalë gjamia, gjithë kush kur vjen si insoni, hin si njeri në gjami t'jo shpite Zotit. A jënë sinqert, as jënë sinqert. Veprat na tregojnë neve, kush e i sinqert e kush e sinqert. Allah një njeri me shku me bashkëpunu me shkije. Me shku më bo vegel e shkijeve. Pasha Allahun besimtari se bon këtë punë. Pasha Allahun, betonan Allahun që të liber që e ka zbrit Allahu. Nuk mundesh me e gjetë që ky liber thirë me i bo ato vepra. Allahu na rujt vendin ton për njerëzve të këqi. Nëse dikush ja dënë të keqen këti vendit, ja Rabbi udhëzo nëse meriton udhëzimin. Nëse nuk e meriton udhëzimin, ja Rabbi pastro tokën pejtëne. Allah e pastrof këtë vend pejtëne. S'na vynë, nuk i vynë Kosovës. Njerëz me ideologjit prishta, nuk i vynë Kosovës, nuk i vynë rinis këti populli. Nuk i vynë rinis tonë, nuk i vynë këti populli. A që sa e rondë është e vërë me Milorada me bashkëpunu. Shumë është e rondë kjo. Wallahi du të më bon një dhe du të me luftu këtë ideologjit presht. Se dikush po donë me na këthy që me na i mshel gjamit apet 78 dit. Me na i pru Miloradat që. Allahu na e rujt vendin tonë, ja Rabbel Alamin. Pastaj pejgamberi s.a.s. basi u taku dashurit e mi me këta 6 prej Jethribit, atëre pejgamberi s.a.s. ju tha shkoni një Jethrib, therin edhe tjerë në vitin tjetër apet takuhën. Edhe këta shkun, edhe është e njohur tani kur vjen tek takimi tjetër, po tash nuk guxojmë me përshpejtu se vim të një ngjarje tjetër që është e madhe. Para kësaj pejgamberi s.a.s. e marton Aishen radiallahu anha, e marton pejgamberi s.a.s. Aishen në muajin Shawwal të vitit 11 të pejgambersisë. E marton, e fejon realisht pejgamberi s.a.s. Aishen radiallahu anha. Pas kësaj vjen një ngjarje tjetër që për ngjarjeve të mëdha, që është ngjarja e Isras dhe Mi'rajit. Pejgamberi s.a.s. dashurit e mi kuptojnë gjendjen e tij shpirtërore që ka pas. I diq migja, i diq gruja,
e përzun prej Taifit duke poshtru, erdhën Mekë, u tallshin me ta, i shike shokt, ty u turturu, me ndihmu s'moj ke me ndihmu, atëre, si kurse edhe nisen, me i thonë mushrikin të ka haru Zotit kalon. Atëra Allahu subhanu wa ta'ala dhe i kemi i thonë habibit ti e habibit ton, që nëse ty po të kundërshtojnë banorët e tokës, nëse toka s'është me ty, banorët e tokës janë me ty, krejt banorët e qiellit edhe une jena me ty. Çka? Ndodhi ngjarja e madhe e Isras e Mi'rajit. Të fjatek Israja dhe Mi'raji ka muhabet shumë dashurit e mi. Jon mundu do me dal, kanë thonë jo ka ndodhur në ondër, ata të tjerë kanë thonë jo ka ndodhur veç me shpirt. E vërteta është e Zoti e din më së miri, çka më e vërteta është se ka ndodhur udhëtimi i Isras dhe Mi'rajit me trupe me shpirt, me sy qel, jo në gjumë. Edhe e vërteton për këtë ngjarje që ka ndodhur, e vërteton vetë Kur'ani, surja Isra. Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-aqsa min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Thot Allahu i lartë madhrum qoftë Allahu i cili e boni me udhëtu robin e tij prej Mesjidul Haramit, prej Mekës do thot, në Mesjidul Aqsa. Ka ndodhur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur, or në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alayhi salatu wassalam, një natë prej natëve ka qenë në shtëpinë e tij, edhe për një moment i ka orë Gjibraili a.s. I ka thonë, ka qenë natë, ka thonë, e kem një udhëtim të përbashkët. Thot jom dalë pejgamberi s.a.s. e kom pa një burakëm. Mjeti udhëtimi që quhet burak. Buraki që as është kali, as gomarë, mes tyre. Edhe thot, pejgamberi s.a.s. ka hypë në topi mrekullive që ka ndodhur, është se sa i ka pas syni pejgamberi s.a.s. aq e ka qitë hapin buraku. Tash unë e di qëta, për ju s'o problem kjo. Unë e di s'o problem, se na besojme dhe ma shumë mas madhe se këta. Po dikush kërë ndi, thot, që po volë kjo? O, ti duesh pak me kuptu edhe me besu kush është Allahu. Duesh me njoft Allahun. Nëse e nje Allahun, e nje kudretin e ti, e nje fuqinë Allahut subhanahu wa ta'ala, wallahi kjo hajgar Allah kështë. Kjo që ka ndonë në Isra në Mi'raj, nëse e nje fuqinë absolutet Allahut subhanahu wa ta'ala, kur gjosë është kjo? Na sot, ena të shmitarna që njerëzimi në aspektin e udhëtimit sa ka përparu. Që tashti, me aeroplan, shkon prej Prishtines, deri në Istanbul, shkon për çka? As për një orë ju. Prej Prishtines dhe në Mekë direkt 4 orë. 5.000 kilometra. A çfarë laksie? Kjo çka ka mbukush krijesat. Aeroplani s'ka zbrit pi havas. Njeriu me mendjen e tij, duke e shfrytzuar mendjen e tij, ka arritu. Këta e kanë bë krijesat, po krijuesi Allahu subhanahu wa taala që është krijuesi çdo gjëje, që asgjë në dunjë s'ndodh pa lejen e tij. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atëherë dashurit e mi udhtojnë në Mesjidul Aqsa, i ka fal 2 recate me këtë pejgambert. Ju ka dal imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pas kësaj i ka thonë Gjibraili, ky është udhëtimi Mesjidul Haram ila Mesjidul Aqsa. Tash është udhëtimi në Mi'raj, kalimi i 7 palqejve. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kalu 7 palqejt, edhe në secilin qiell ka taku pejgamber,
atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas parti e ka po Ademin alayhis salam. Në qiellin e parë e ka po Ademin alayhis salam. Edhe këtu tash unë nuk po du mu ndal se ka shumë, këtu me po mu ndal në me shumë ligjërata, se ka shumë mësime. E ka po Ademin alayhis salam, edhe Ademi alayhis salam pe kthen kokën në nonën e djathtë ti po kesh. Kur pe kthen kokën onën e majt po kanë. Edhe pe pyet Gjibrailin alayhis salam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, kush o kë? Po thot, kjo baba i njerëzimit, Ademi alayhis salam. Thot, e pse kur pikqyr këta njerëz nonën e djathtë ti po kesh, e në anën e majt po kanë, tha këta jon bit e ti. Allahu na bof petun ya rabbul alamin. Tha jon fëmit e ti, nëna këtë fëmit e Ademit alayhis salam, të djathtë jon banor të xhennetit. Po kesh për ta. Tha e të majtën këta jon banor të xhenemit. Se ka anë hadith vërtet, vallahi kjo hadith o të rështu zdashës dhe mi. Nesër Allahu në ditën e kiametit thot Ademit, ja Adem, akhrij ba'then nar. O Adem, thot, nëziri banor të zjarit. Thot, wa ma ba'thun nar, ja Rab. Thot, e qka kushun ata banorët e zjarit, o Zot jam. Thot, jon 999 për bive tu jon në gjenem, e një është në gjennet. Kër e kanë di sahabët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith, ja kanë nisë me kajt. Thuhet sot që ka ushtu për i vaj xhamia pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kër e ka po këtë gjendje, ka anë transmetim tjetër, ka thonë 999 pi e gjugjit edhe me e gjugjit, e një pi juve në gjennet. Hasan al-Basri thuhet që të hadith kër e ka lezu sahari ka rot fikt. Fikti ka ra Hasan al-Basri. Ka thonë 999 pej neve e një pi sahabëve. 999 ka thonë pej neve e një prej sahabëve. Edhe kështu me radhë, pastaj e ka po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qiellin e dytë, e ka po Yahyan edhe Isa alayhis salam, dy pejgamber të ndershëm. Në qiellin e tretë e ka po Jusufin, në të katërtin e ka po Idrisin, në të pestin e ka po Harunin, birin e Imranit, vllaun e Musës alayhis salam. Pastaj në qiellin e gjashtë e ka po Musën alayhis salam. Edhe në qiellin pastaj pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vazhdu udhimin e tij. Në qiellin e shtatë e ka po një burr i shpështetë në Beitul Ma'mur, në qabën e qiellit. Tha përgjoj ke shumë. Kush? Ibrahimi alayhis salam. Ai pash Ibrahimin alayhis salam i shpështetë në Beitul Ma'mur. Edhe pas qiellit të shtatë është Sidratul Muntaha, Jannatul Ma'wa, Jannati Ma'wa. Edhe mbi Jannatul Ma'wa o arshi Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka kalu qiellin e shtatë, e ka kalu kur ka mbrin pikën Sidratul Muntaha, o ndal Gjibraili alayhis salam. Ka thonë tash vazhdo vetë. Ka thonë Gjibraili alayhis salam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pse ti kanë? Ja, ka thonë dej që të është me ty. Që të dej që të mëj më ngritu në me ty. Këdhe e të nalte kjo pozit, që se ka shkel këtë pozit as kusht tjetër, për posteje o Muhammed. Që ta Allah ka thonë, wa rafa'na leke dhikrak. Sa ulema kanë thonë, kër e kanë komentu këtë ajet, kanë thonë Allahut kanë ngrit në një pjedestal ashtë lartë. Disa kanë thonë për qëtë pozit. Disa kanë thonë, këtë këto kuptimet njëjta e më. Këtë kanë thonë, Allahu e kanë ngrit emrin tonë ashtë lartë. Allah i s'mundesh me gjetë në fytyrë tokës njeri më të lartë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pasha Allahu në dhaj qafiri kur ka marrë me i numëru 100 personalitetet ma me ndikim njerëzim, të parën e ka qitë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ose ka qitë krishterë. Të parën e ka qitë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. S'mundet me qitë dikon tjetër. S'mundesh me qitë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam o dashurit e mi, edhe armisht e ti kanë folë mirë për ta. Edhe armisht e ti kanë folë mirë për ta, s'kanë mujtë mos. Aje Ebu Sufjani, pa qenë musliman, kër e ka thirë Herakleu,
Armiku kun, armiki më i përbetuar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ama kur e ka nis me pyet për vlerat e tij ka përmend. Edhe kjo pi burnisë do të themi. Se isha di zonë njerëz sot auton. Edhe këtu është burrinë e njerëzve auton. Është që kur të fol, vallahi ai që është burr, pasha Allahun edhe armikit vet kur i bëhet pa drejtësia i dalemron. Çto e burrnia ve imanit. Jo ndo dardaleca. Edhe vlerat që këtë dynjaja i dëshmon ata mundon me i largu, po këto njerëz janë njerëz të ulët, nuk janë njerëz të mëdhaj. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dashurit e mi kur u ngrit mbi pikën Sidratul Muntaha që arshi Allahu subhanahu wa taala, atëra Allahu subhanahu wa taala i foli pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash tu kanë xhilaf të ulemat, a ka pa Allahun pejgamberit sallallahu alaihi wasallam as e ka pa? Mos pajtimi është i madh të dietarët. Është hadithi Ibn Abbasit radiallahu anhu që thot e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka pa. Ka për qëllim ru'yatul ayniyye, do të thonë me sy e ka pa. Po këtë hadith që plot ulema ka thonë e ka një shtesë, thot e ka pa, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahun me sytë e zemrës, jo me sytë e bollit. Së është hadithi e Abu Dharrit radiallahu anhu, që e transmetohet që o hadithi vërtet, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kom pa nur, dritë kom pa. Tani Aisha radiallahu anha thot, kush pretendon se Muhamedi alayhis salam e ka pa Zotin e tij me sytë e tij, ka rajt, ka gënjur. Ibn Abbas thot e ka pa, Aisha thot se ka pa. Wallahu ta'ala alam, shumica absolute dietarë, shumica absolute dietarë thonë se ka pa me sytë e bollit. Se ka pa me sytë e bollit. Se Allah subhanahu wa ta'ala nuk shihet në këtë dynjë, njëri insan jetën e kësaj dynjë nuk shihet. Disa kanë thonë kjo kun veçori. Edhe nëse thojmë që po dalim me mendimin e dietarëve në rivajet që Imam Ahmedi ka thonë e ka pa. Ka një rivajet i transmetim Imam Ahmedit që ka pa me sytë e bollit. Edhe nëse thëmë kjo veçuri e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk është diçka e çuditshme. Nuk është me bëu këto usulud din, me bëu bazamenteve të fesë, disa e bëu bazamenteve të fesë. Jo, më i dashur jam. Tha ka pa, tha se ka pa. Ti gati takoi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nëse thëmë ka pa kjo veçantë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka veçuar Allahu subhanahu wa taala pikërit krijesave të tij. Edhe pastaj Allahu te baraka wa taala e ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me çka? E ka urdhëruar me 50 namaze. 50 namaze, që këta vija që selavin këtyre dashabirëve të halëve. Ta vjen nata e madhe, nata Isras e Mirajit. Mashallah, bravo qashtu. A falesh? Ja s'falna. Ama halëve në bon për natën e Isras e Mirajit. Aj porosia ma e madhe. Porosia ma e madhe Isras e Mirajit dhe namazi, halve në bën namazin se fali. O, haji baba, jok ma bre se shkon kështu. Nuk shkon kështu. Namazin du të me bo. Edhe Musa a.s. që i tha, kur u këthy qelin e 6, tha shka të tha Zoti? Tha më urdhej me 50 namazin. Tha këtheu, tha. Këthau tha se mbajnë ummeti, jo së mundën me përbalu këta. U këthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta Allahu, edhe Allahu subhanahu wa taala ashtu tash biseda e gjatë, derisa në fund Allahu e zbritin 5 kohë namaz, elhamdulillah ya Rabbi. Shukr ya Rabbi. Që ke bu 5 kohë namaz, ku bu pa kohë 50. Pasha Zotin, pi thëmë sinqerisht, që ta qa du me porosi, e kom qef, mja bart edhe shokve t'juj. E sidomos gjemati që se e gjamis. Edhe mu më ndodhë, pasha Allahun po, më ndodhë mos me dalë namazin e sabat. Më ndodhë. Ama sot, më ka ardhë keq. Eq më ka ardhë në bare, për që aty në 7-8 veta që në konë se, viken namaz me kukat, për i vajt, kër e kem nis namazin, e din që tu pishat do që në konë, pasha Allahun 6 veta e në konë. Veç 6 veta. Tani elhamdulillah tu janë nisën me orë dhe do diku po më do këtë dhe që tu më bosh, apëtan së bosh një safë. Edhe këtë jo në ftyrat e njejta, apëtan.
Tu fal jam qu. Thash kaman ja Rabbi, ku jo numër këta djemë të ri që i kamu në këta sokolat, këta carat, ku jo në këta utan. Barcelona, Real Madrid e këshyrë, Peja bashkimi e këshyrë, kejti këshyrë utan. Ku jenë sabah, o djali di, ku jenë sabah? Pasha Allahun, për betonan Allahun subhanahu wa ta'ala, unë e kofshaj, për adrëtoj vetës, pasaj edhe se cëtë për juve. Pasha Allahun qaj që thot, ko është ndima e Gazës, ko është ndima e ummetit, e hala se fal namazin e sabahit në gjami se fal, vallahi a zdut me fol për të mabite. Haram e ka me fol për të mabite. Unë e di që të jepin sara, në për interneta, në për TikTok, me bo me indihën, më zhëllat e barak Allah. Hakin të këshyrim saf këto në dy, saf, në sabah, të këshyrim hakin të nëna. Ku e ki hakin sabah? Se dreken ja ka njështë dhe Omeri jem i vogli pe fala, po qoqë, aty aspodin, her po qoqë stoj, her po shtrehet, her asin, e vala e dreke, i ditë dëshi për krejt. Sabah e në i dashur jem. Wallahi billahi, nuk ka mu këndjel kë ymmet, deysa nuk kanë me na umbush, gjamit tona me na umbushën, sabah që është umbushën në bajram. Walla kom e punu, pësa atjertë s'punojna. Wallahi unë i kom që du të regull që jonë në sabah. Wallahi billahi veç zban me i përmen me emna, se si du ma punëtor se tjetrin punën e ti. Cara jonë punën e tëne. Cara, bashkë cara me kuptimin e fjallës. Djali ri nuk del, o Zot në drejta, o Zot në fal. Njafton broj dashur jam. Veç një hadith po ta përmendi që me të nëzit me do në sabah. Thot pejgamberi s.a.s. Kush e fal namazin e sabahit me gjemat, aj është në mbrojtjen e Allahut. Qeshka e tu lot tje dhune. Po valla hojtë do, ani pe, nuk ka arsye, as hojtë as ti ka njerëz del. Nodh bur tash, dikush e ka, e ki arsye as ki ti me ste edhe zotit tëndo. Ama më tu po, mos me dal në sabah veç Ramazan. Kjo vëlloj është mu shqetsu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, asqalu s-salah, namazi më i rënd për munafikin në namazi sabahit o namazi yacis. Ta shami dhok dy në djenë vetërim i thonë, a ju kanë bush zemrat munafikloka, qka puna? Vëlloj du të mu frigu njeri, pasha Allahun. Billahi du të mu frigu për veten. Nuk po thot hoxha, lele hoxha u ka përtet, qes po përtas, po mundona me ndalë zonin. Jo, nuk jonë fjallë të hoqës Ernes. Vallaj më konë fjallë të hoqës Ernes, gjuj përzidi. Përzidi meri gjuj fjallë të hoqës Ernes. Jo fjallë të Muhammedin a.s. Ai për dhët namazin ma i rënd për munafikin është namazin sabahit dhe yacis. Vallaj unë e sahër nuk dal, mbon me s'me dojnë sabah, vallaj i foli zemrë, me thonë, qa ki bo, o ti, du të me këshur natën, ditën, mos i ki në hak dikuj. Po va ki haki dikuj në ditë, si ki his të len, nuk s'mu të shmu shuk sabah. E di që më rëgjështët tonë, s'kam pas smartphona, s'kam pas zile, ju në qurë sabah, kur që ka ik sabahi. Pasha Allah më po. Na sot i ka 50 alarme i bëna, as s'pendi, po s'pendi në vla, se tu ka rëndu trupi me gjunahe. Gjunahet s'lojnë. Unë po thom gjunahet mas pak të inshallah jo punë, që ka njerë na mundë me bodhe punë të munafikave. Khisalul munafiki arba'a, ka thonë, cilësitë e munafikit jënë 4. Një pejtëne, idha wa'ada akhlaf, kur premton nuk realizon. Ati shpesher sa na premtojmë së realizojmë. Dalim shijem qender me pi kafe, del ti e pret, sar, ba ma halal. Kjo cilësi e munafikave. Len takim me dikon, i premton dikuj diçka. Këto e këtë cilësit munafikave. Wallahi billahi, pa e marë imanin tonë me e qitë, qështu du të me qitë imanin, qështu du të me këshyrë, me e marë surën munafikun, surën munafikun, e këshyrë. Idha jaeke l-munafikuna kalu në shhedu inneke le Rasulullah. Qka po thotë? Munafikat po thonë tjetë, që? A thotë dikush, po më ka me i thonë dikuj Rasulullah. E më konë munafik, se munafikat ka thonë, innen leke Rasulullah.
Pastaj merri këshire, këtë që ka të folet, hadithet, ajetet mbledhet që ti një fletë bardh, merre fletën e bardh, bap, edhe shkruaj, 1, që kjo cilësia e parë, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, këshire, edhe këshire mos jenë to. Wallahi, Omeri më rëtut, Omeri, a që këshë konë Omeri radiallahu anhu? A di këshë konë Omeri? Qasa i rrugë ka i ka ra Omeri, shejtani si ka ra sa i rrugë. Kur është shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka përmend emnat e munafikave Hudhaifes, ardh Omeri tu ngoj ka thënë ja Hudhaifa, asamani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mos më ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Na çka voj? Ora e di, pilolja, me shkrollën e parë kallzova. O mëre pos, po ti mëre këshyre vetën. Omeri ka thonë, a mos më ka përmend mu. Omeri pas ka tut, edhe pejgamberi sa thonë, hadithë i vërtet, ka thonë, la yakhsha nifaqa illa al-mu'min, nuk i tutet munafiklokit dhe se besimdari. Ka e lut me pas këtë punë. Kur të fol, se idha hadeth, këdheb. Kur të fol, ran. Jo ndat gjenazët të rajt. Gjenazët të rajt. Wallahi nëse e të rajt, dhije se si e munafika dha. Idha të mina khan, kur jepet mbez një shka të rëthan. Idha wa'ada akhlef, kur premton nuk realizon. Wa idha khasa me fajjar, edhe kur të ngatruhet me dikan shpërthen. Qëto jënë 4. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i ka të 4 ta qëtu, ajo munafik i pastërt. A nëse ka ndonjën e pishtyne, ka një cilësi për cilësive të munafikave. Allahu na rujt ja rabbel alamin. Para dashurit e mi, me këto po du me përmbyll, edhe kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do më thonë, ndodhi erdhën 5 kohë namaz, u kthy pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur erdhi para lajmëroi, e përmendi edhe çto me përmbyll se veç edhe 2 minuta, 46 minuta kanë shku, kem thonë 45 deri në 50 kanë shku. Kur u kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka paralu që ka ndodhë, që i ka ndodhë ndodhin e Israsë dhe Mi'rajit, ja ka njësë me kesh Kurejsht. Ka thonë, a kejnë dhe një fakt? Ka thonë, po. Ata e ka ndi që Muhamedi kur së konë me Zullaksa. Ka thonë, hajtë përshkruna me Zullaksa. Këtu ka ndodhë një mujizë tjetër. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ja ka qitë me Zullaksa për para, ati si kurse na sot që e shojnë në 4D që e qëtë në televizor, kur ta qëtë dikur në 4D pasër këtë, ja ka qitë me Zullaksan dhe ja ka përshkru mushrikinve. Kështu. A pet, kur ja u ka përshkru, a pet se ka të besu. Ju ka shtu dhe ma shru, ka thonë, qëre ka thonë, kur kom udhtu në Isra dhe në Mi'raj, rrugës të shku me burak, në filon vendin, o ndalë filon fisi, me devet e tine o ndalë, shko pytini, jo shku me i pyt, qashtu që shtu, pa pet se ka besu. Qështu jo ndalë, do ti lodhër, një thush, kështu, aja pet, qafiro be, opa djova, wallahi, as ti as une, nuk pos kujto që ki besu ti edhe une që në kom burat mirë. Po Allah ta ka zbut zemrën, ta ka bot dashtur këtë liber, këna që është kur e ndëgjën këtë liber, këna që është kur ndi për fejnë e Zotit, edhe vështu, ja Rabbi le kelham që vë bo musliman. Aj tjetëri, shkon t'i dush, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi, ka bo kjo, ka bo ajo, ka bo kjo, ba di hava la hajate li men të nadi, ata që ka pëthira i s'ka jetë. Allahu që përshkru ta thot, bel ala kulubihim akfaluha, zemrat e tyne kanë dryna, jo mdosi dryna, vallahi, zemrat i kanë të vullosme, khatem Allahu ala kulubihim, i kanë zemrat e vullosme me kufër. Falit i sot dush, sa interesant të shabët, i dush, hajde bre mu fal, për to në gjennet, ja mërë s'kam faktu në mu fal. 4:30 nuk del me fal sabahin gjami, këtë bohet gjash që është del në punë. Edhe me i si kështu, një qelë, një mshela, u talë. Del, pun, del. E qëta njerëz, këta si kurse pa i thojnë Allahut, o Allah, për mu ma interesant është puna jeme, se ajo para një orëve gjysë, kur ti ke urdhëru me i zinat, me thonë, hajja e salatu khajrun minen nom. Namazi, o ma i mirë se gjumi, këta njerëz si zdalin me e falë namazin në gjami. E se falin, e ishallah në shpe e falin, e nëse dhe shpi sot i në arrujt nuk qohën mu falë, këta për i thojnë Allahut, o Allah, gjumi o maj mirë për ne se namazi. E kush i thot Allahut, gjumi o maj mirë për mu se namazi, Allahu ka me gjujtë, gjahnem ka me gjujtë. Na tute. S'kom që me tute. S'jom dalu në këtu, as si kom tiketat e gjennetit, as gjenemit. Ti e aj që i dënë me zjedhë. A dënë me marë tikete për gjennet, a për gjenem, zjedhë për veti. E do zhveten, që shpe e dënë dynjan,
E hi po, vlën qyteti, del në ora 6. Del në pej në ora 6. Del në ora 6 në pej, po thëmë. E 6 e gjysë që, se 7 vlën krejt, që dep, doj me hongër në një tjetër me sfirena të ungut. Shama një Rabbi, ku jon këta njerëz? Kur del në 4 e gjysë me falë sabahit, isha veç do qenë që ande i rrugës. Edhe kanë Allahu e kam shiru. Edhe në kjo, vallaj pas s'ka qare, pa valla, ja kom nisë, bën një sabër. Pasha Allahun që të budu mja e quni hedije, ati që del namaz sabahit. Që kjo hedija për ata që del namaz sabahit. O i dashur jam, unë e di që lodhësh, unë e di që edhe gjumit merë. Ama veç kujtoj që të begati për i kret 100.000 banorëve të pejes, se me bo me i mbledh, e dini sa dalin pej me fol. Unë kam një farë informate, kjo pak është një 10 vjeti ka. Mos e kom bo. Njëherë kom dal vetë që këshi po fol, në kret gjamit e që qytetit pejes, nëse dalin 100 veta që e folin sabajin, hajde ti me mu mero, unë e qka të dush tjepi. 100 veta nëse dalin, unë e qka të dush tjepi ty. 100. Ku jonë muslimant? Ku jonë këta musliman? Ku? A vesh 100 veta ku po falë kanë peja? A ti di Allah nëse të ka bo për qëtyn e 100-ve? Pasha Allah të ka dosh fort. Ruje këto. Falendëru Allahun. Thu ja Rabbi lek elhamd. Ama kujdes, kujdes tjetër. Mos janis tash ti del sabah e një xhami që s'del me këshyr që s'po del. Mos e hyç u shndrohen kapuçat. I ngjon e do. Po pasha Zotin në zbën me emen, i ngjo që ju rishim dalë njerëzve, ku je sabah, besa do hoxhalorve, s'po dalin, ku jona ta tash, i që shblezi kiqi tash. Tash veç zban, mu po njeri idiot, se mi shkush mi thonë, ej, o munafik efendi, se dje isha hoxhalor, që s'po dalin sabah, e akuzeshe musliman, ku je ti? Ku je? Wallahi billahi s'ndimot Ummeti me që ta njerëz nuk ndimohet. As kanalizimi me bo më të nëzon nuk shlirohet me ta. E jo ummetin me shlirohet, jo me bo fet. Ka që varë fethi një njeri që s'mundet me mujtë nefsin e ti në sabah me dalë me falë për Allahun. Mas për ti veç du të me thonë, ja Rabbi hidi, ja Rabbi hidi hu, o zët u zëja, o zët u zëjta, Allah me hdihim ja Rab, që kaq, o zët u zëj. S'ka tjetër, mos të pashë për tëre. Allahu na përmisov gjendjen tonë, Allahu na falt, Allahu na drejtoft, Allahu na mësoft, Allahu na bof me dash të mirën, Allahu na bof me punu me të mirën, Allahu na bof me urejt keqen, me u largu pi të keqes, edhe mos me ndajt ku e keqe, mos me ndajt me të këqit. Thoni amin. E Allahu na bashkoft në këtë shtëpi, pe shtëpive ti qësh në ka bashku, na bashkoft në gjennet, e mos e boft, hala pa u largu në këti vendi, Allahu gjinat na i falë, ja Rabbil Alamin. Na i falë neve, për ndër tonë dhe gjithë muslimat, aty ka kem qëllohë për mërësive të Zotit, ku kem gabo për me dhe shetan, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi Rabbil Alamin.